çka është këshilla më e madhe që ti e bën vathën vesh prej saj? Janë dy këshilla prej saj, e para është që sa herë që të flasin të tjerët, sa herë që të ngasmojnë edhe të shohin, ti vazhdoj edhe mos e kthej kryn mbrapa dhe këta gjithmonë e kam pas. Edhe tjetra më kujtohet që gjyshja, kur më qekën shkollë deri në klasën e 7, Sarand, unë i kisha shumë qef hamburgerat, kisha shumë qef edhe desha me hangër, kur njetë nuk ka ndodhë më ma dhanë që me hangër në rrugë ose dikon, se gjithmonë të ke që edhe fëmijët e tjerë, nështë nuk kanë edhe lakmojnë, jo, kur shkojnë të shtëpia, ti mund është me hangër, edhe këto janë dy këshilla shumë të rëndësishme. Unë e di që tash për me secili prej nesh është i lidhur me gjyshërit, me gjyshën, me nanën, po lidhja ja me të ka qenë, nështë edhe pse aja më ka pa pak më të veçantë se sa tjerët, edhe po menoj ka edhe nipa dhe mesat e tjerë, po labin gjithmonë e ka cilësu ndryshe, biles edhe para se me ndru jetë, mi kish dërgu pak tolla,